Një dokumentar që prek shpirtin dhe ngri ndërgjegjen, kjo është vepra më e re e producentit dhe gazetarit Aldo Sullollari dhe shoqatës Nexhat. Filmi gjiruar në Iran sjell në ekran historitë e dhimbjes, emigracionit dhe plagët që le pas terrorizmi. Kemi shkuar pikërisht në Teheran, në Iran së bashku me Jetmirin për të provuar dhe për të përjetuar të gjithë ndjesitë që kanë familjet iraniane për fëmijët dhe darjen që kanë me fëmijët e tyre që ndodhen në kampin Mujahedin në Shqipëri. Jam ndjer vërtet i përfshirë në çdo historinë e tyre. Dhe një herë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen për ftesën që më bëhet më shumë. Dokumentari është për jetën e këtyre, edhe po ashtu për të drejtën e bashkëshortit tim, për jetën e vështirë që po kalojnë, edhe inshallah Zotit e kalojnë sa më shpejt këtë torturë që po bëhet. Dhe inshallah sa më shumë djem të kemi më pranë. Kjo konferencë është realizuar për nder të udhëtimit tuaj të Aldos edhe të Xhetit në Iran, pra në Teheran, dhe të disa qyteteve më të bukura të Iranit. Jam shumë e lumtur që ne sot po prezantojmë këtë udhëtim 10 ditor tuaj dhe shpresoj dhe besoj se do të ketë sukses si çdo punë që ne kemi kryer deri më sot. Të shikojnë të gjithë nëna, të shohin gjithë Irani që ne po punojmë edhe po luftojmë dhe për atë nënat, që dhe ato të gëzohen për djemtë e vetë edhe për neve të gjitha. Është kënaqësi e madhe që sot jemi mbledhur për përmirjen e këtij dokumentarit të veçantë. Ky film na sjell më afër historive reale të njerëzve që kanë kërkuar lirinë e tyre, një mbrëmje që kushtohet shpresës, guximit dhe humanizmit. Aldo ka krijuar këtë dokumentar me shumë dashuri dhe përkushtim. Ai tregon historitë e emigrantëve dhe iranianëve që u shkëput nga Mekë për ndërtuar një jetë e re. Ky projekt është një zë për ata që për shumë vite nuk mund të flasin. Ky është filmi i dytë i tij dhe shënon një hap të rëndësishëm në rrugën e ndërgjegjësimit shoqëror. Në çdo skenë ndjet mesazhi i lirisë dhe dinjitetit njerëzor, është një thirrje për të mos harruar ata që luftojnë ende për një jetë të lirë. Dokumentari na kujton se drita e lirisë është gjithmonë më e fortë se errësia e izolimit. Ai tregon realitetin e kampeve ku njerëzit janë mbajtur larg botës dhe shpresës, por mbi të gjitha ky film na mëson se vërtetë dhe humanizmi gjithmonë triumfojnë. Sullollari është i pari gazetar shqiptar që ka realizuar gjërimin në Iran pas luftës, duke hapur një dritare të re drejt së vërtetës. Dokumentari pritet të shfaqë së shpejti në të gjitha qytetet e Shqipërisë, duke sjellë mesazhin e forcës, lirisë dhe humanizmit, gjithashtu edhe luftës kundër Mekë.